gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18:10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojnë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studio me njërën pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme, sikurse e prezantova pak më herët. Në këtë momente na është bashkuar pastor Renato Tarusha nga Kisha Ujë Gjallë këtu në Korçë. Përshëndetje Renato, kënaqësi të jemi së bashku në këtë javë të veçantë për të ndarë më shumë nga Pashka, përjetime dhe gjithçka tjetër. Përshëndetje Kela, shumë kënaqësi të jem përsëri me ju. E kam thënë dhe e them gjithmonë që mezi pres të vi edhe të jem mes jush, është shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua që je gjithmonë i gatshëm për të ndarë më shumë nga gjithçka që ju bëni në shërbesat në kish, në punën në komunitet, edhe di që nuk janë të pakta. Prandaj përpara se të ndalemi së bashku tek përjetimi i Pashkës, tek ju përgatitjet që jeni duke bërë me shërbesat që ju keni, më trego pak si ka qenë kjo periudhë për ju. Di që jeni përfshirë gjithmonë edhe më tepër në aktivitetet ndryshme, të cilat vi keni në fokus jo vetëm për gjatë këtij viti, por i keni pasur edhe në vitet e kaluara. Shumë e vërtet Kela, faleminderit për pyetjen, edhe do doja të ndalesha pak tek kjo pjesë. Për sa i përket aktiviteteve që kemi patur, para se të shkojmë tek Pashka, java e Pashkës. Një nga aktivitetet shumë të rëndësishme dhe kryesore që ju e keni patur edhe një intervistë tek radioja tuaj, shumë faleminderit për intervistën që keni bërë për dy zonjat, Eleni edhe Gjeni. Kënaqësi gjithmonë për gjithçka që u bën. Shumë faleminderit, është një, ashtu siç e kemi diskutuar dhe herë të tjera, është një tematikë që përfshin shumë njerëz, sepse ka shumë prej prindërve që kanë fëmijët e tyre me autizëm, edhe kjo është më se e kuptueshme që ka një vëmendje të veçantë. Por ndër vite ne kemi pas bërë një si të themi një aktivitet në lidhje me fëmijët, me nevojat e veçanta, me autizëm, edhe me prindrit e tyre, sepse dim që ata kalojnë një periudhë shumë të vështirë, edhe ne kemi pas dëgjuar nga bisedat e tyre që kemi patur të një pasnjëshme, kemi parë sfidat e tyre, problemet e tyre, duan dhe ngrenë zërin her pas here që të dëgjohet dhe njerëzit të ndërgjegjësohen për sa i përket autizmit, të kuptojnë më shumë për ta, edhe të jenë më të pranueshëm ndaj këtyre fëmijëve. Kështu që ne jo më larg se sa pak kohësh kemi patur një aktivitet tek qyteza e fëmijëve, duke i sjell prindrit edhe fëmijët, pra ka qenë posaçërisht e gjitha aktiviteti dita 2 prill, dita botërore e autizmit, ndërgjegjësimi i saj. Kemi çuar fëmijët tek qytezat duke kaluar një kohë cilësore me njëri tjetrin, prindrit duke erdhur së bashku, duke ndarë sfida, duke ndarë problemet, duke ndarë edhe ato çfarë ato mund të bëjnë më tepër për sa i përket atyre sfidave, cilat janë ato gjëra që ato mund t'i si të thuash të hedhin një hap tjetër për t'i menaxhuar më mirë gjithë sfidat dhe problemet që kanë. Kështu që prindërit kanë kaluar një kohë me njëri tjetrin, duke pirë një kafe dhe një çaj aty ke holli i qytetës, ndërsa fëmijët janë marrë me aktivitetet më vete për sa i përket atyre, sepse ne dim që ata kanë shumë talent në disa gjëra të veçanta, të ndryshme, për shembull pikturë, në muzikë, lojrat i kanë shumë qeftë, në arte dhe zanat, në krafte, edhe kështu me radhë. Kështu që kanë kaluar një ditë shumë të veçantë, janë, si të thuash, kanë parë tek fytyra e tyre si të kuptoja kënaqësinë që ata po kalonin, po provonin, gëzimin në sytë e tyre.
u ndjen shumë mirë me ne, janë miqësuar shumë sepse tash më bën disa vite. Po, kemi një kontakt të vazhdueshëm me ta, vlen për të thënë, jo vetëm në një ditë të caktuar e cila përket me kalendarin historik. Po, shumë e vërtet Kela. Kështu që ata na njohin. Jeni të familiarizuar me Jemi po, prindërit e tyre na njohin. Kishim disa prindër të rinj me disa fëmijë që nuk I kemi patur herët e tjera. Ishte shumë kënaqësi dhe për ata dhe një gjë që nuk dua ta harroj është jo vetëm një nga prindrit, po disa nga prindrit në momentin që do largoheshin kishin një nderim të veçantë për ne. Jo sepse ne bëjmë diçka shumë të madhe, por ata vlerësojnë një gjë më të vogël që ti mund të bësh për ata. Një dhuratë e vogël, një aktivitet I vogël, një kohë ndonjëherë edhe jo për edhe një bisedë, po edhe një bisedë të kalosh me ta është shumë e veçantë dhe shumë e vyer. Edhe vlerësojnë në maksimum, Dhe di që ju në të ardhmen keni një vizion më të madh për të punuar me fëmijët me autizëm, por mbi gjitha edhe me të rriturit. E vërtet. Ne duam të kemi një vazhdimsi me këta fëmijë sepse ka nisur shumë spontane, ka nisur me disa njerëzve, mësueseve që punojnë me fëmijët me autizëm, me nevoja të veçanta. Dhe pastaj kështu ka lindur projekte të ndryshme, dhuratat me kutitë Samaritan Purse, dita e botërore e autizmit edhe gjithë aktivitetet e tjera na kanë bërë pastaj, kemi menduar dhe kemi thënë, po nëse Zoti vërtet dëshiron të bëjmë diçka ndryshe me prindrit e tyre, duam të kemi, ashtu siç e kam thënë dhe herët e tjera në studio, që duam të kemi një shërbes më vetëm me prindrit e tyre. Ndërsa me fëmijët ne duam të kemi kjo është ëndra e madhe, është një ëndër e madhe që vërtet kërkon njerëz, kërkon buxhet, kërkon financa, vend, gjithashtu duam të kemi një vend ku ata të kalojnë më shumë kohë, sepse ashtu siç e kam përmendur edhe herët e tjera, këta nuk janë fëmijë, këta janë të rinj, kanë kaluar moshën, janë mbi 12-13 vjeç edhe lart. Kështu që këta nuk kanë një vend apo stafat që të kenë një mundësi për të qëndruar, për të argëtuar, për të marrë, që mësuesit të merren me ta edhe kështu me radhë që ata të aftësohen më shumë edhe me radhë. Kjo është ëndra, kjo është vizioni që duam të kemi, po do të shohim në vazhdimsi si do ecë. Unë të falenderoj për gjithçka që ndave në këto momente, sepse është një ndër aktivitetet më të veçanta edhe për shkak të tematikës që ajo ka, edhe përmenda edhe më herët, ju nuk daleni në aktivitete të tilla vetëm në një ditë të veçantë që përket me kalendarin historik, por punoni në vazhdimsi duke qenë pranë tyre, duke I ftuar në kish, edhe duke zhvilluar aktivitete ndryshme me fëmijët, por edhe me prindrit e këtyre fëmijëve. Le të ndalemi në këtë moment tek ajo që është kryefjala e kësaj jave, sikurse është Pashka. Si po e përjeton këtë periudhë Pashke ti personalisht, Pari? Besoj si për gjithë secilin. Pashka është e veçantë, edhe ka një lloj reflektimi. Kjo nuk ndodh, nuk e di pse, po ndoshta është personale, por nuk ndodh gjatë kohës së Krishtlindjes. Nuk e di pse, ndoshta më ndodh mua, po për shkak të ngjarjes. Të ngjarjes, fiks ngjarjes. Besoj të dyja kanë një ngjarje, por ndoshta Pashka është akoma më ngjarje shumë të rëndësishme të lidhura me njëra tjetrën. Po, Pashka është një kohë reflektimi shumë I thellë. Edhe si të thuash, reflekton mbi gjithë atë çfarë Perëndia bëri. Jezusi bëri në kryq, është gjithë ai kalvar I gjatë që tregon një fitore shumë të madhe për njerëzimin. Edhe Pashka në fakt është një periudhë shumë e veçantë për të gjithë, besoj, për të gjithë besimtarët e krishterë. Është një kohë reflektimi, ashtu siç e thash pak më lart, një reflektim I thellë I asaj që Jezusi bëri, një kohë adhurimi, mirënjohje për gjithçka që Jezusi ka bërë për gjithë secilin prej ne, sepse Pashka na kujton sakrificën e Jezusit, veprën e tij në kryq, por mbi të gjitha fitoren, mbi vdekjen dhe mëkatin përmes ringjalljes. Pashka nuk është thjesht një ngjarje që ne thjesht e përkujtojmë, por në realitet është ajo që ne jetojmë çdo ditë dhe është thelbi I besimit tonë, sepse besojmë që Jezusi është I gjallë sot dhe vepron akoma në jetët e gjithë besimtarëve. Edhe jo më larg se sa java e kaluar, ndërsa kam predikuar tek Isha, është një ngjarje shumë e veçantë sepse ende sot Jezusi, vepra e tij, ajo çfarë ai bëri, kujtohet dhe ka sjell një ndryshim
do të thoja radikal tek gjithë njerëzimi, të gjithë ata që e kanë pranuar atë. Ka ndryshuar dhe ka transformuar jetët e shumë personave, me miliona. Dhe ne kemi shumë dëshmi, ndërsa mund të dëgjojmë në programe të ndryshme, në predikime, në mësime nga misionar të ndryshëm, apo vetë ne ndërsa kemi udhëtuar në vende të tjera. Është një vepër që vazhdon akoma sot të transformojë jetën e njerëzve. Prandaj është një kohë reflektimi. Është një kohë shumë e veçantë. Dhe cilat janë përgatitjet që ju sikisht jeni duke bërë në këtë javë të veçantë në shërbesa të ndryshme që keni? Ne në fakt në këtë periudhë, në këtë javë pashke, në fakt kemi qenë duke u marrë pak me disa prova për të bërë aktivitetin që do të kemi gjatë kësaj jave. Do të përqendrohemi në 2 aktivitete, që janë shërbesa e fëmijëve dhe adoleshentëve dhe e diela, festimi i Pashkës, ringjallja e Jezusit, duke u fokusuar tek shërbesa kryesore. Dhe me fëmijët në fakt kemi një program të veçantë që do të bëjmë gjatë kësaj jave. Pa diskutim Gjuli është ajo që merret më shumë me programin, edhe ajo është shumë kreative dhe krijuese se çfarë mund të sjell. Do të kemi disa drama, do të kemi disa skeçe, do të shohim një film të shkurtër që edhe fëmijëve t'ju kujtojmë Pashkën dhe çfarë është Pashka në të vërtetë. Mësimi është i lidhur me Pashkën, gjithashtu që do të kemi lojrat dhe aktivitetet që do të kemi po ashtu janë të lidhura me tematikën e Pashkës, duke përfunduar lojën ne do të shpjegojmë fëmijëve se çfarë do thot Pashka me anë të një loje që do të bëjmë. Fëmijët në fund do të kenë një koktel të vogël ku do të qëndrojnë në shoqërinë e njëri tjetrit, do të kërcejnë, do të adhurojnë Perëndin. Dhe kjo për sa i përket shërbesës të fëmijëve dhe të adoleshentëve, gjithashtu adoleshentët do të jenë të përfshirë tek shërbesa e fëmijëve, do ndihmojnë, si gjithmonë ata kanë ndihmuar tek shërbesa e fëmijëve dhe lavdi Perëndis që kemi një brez që është duke u rritur edhe duke dhënë një impakt në jetën e të rinjve që e përcjellim më pas edhe me shërbesën, me atë çfarë Perëndia ka vendosur në jetën e tyre. Ata do të jenë duke ndihmuar te kjo e gjithë takimi i shërbesës me fëmijët, që do të jetë një program i gjatë, i mbushur me surpriza dhe me disa dhurata të vogla, simbolike, por që për ata është shumë, do të thoja. Edhe mos harrojmë ju takimin e fëmijëve zhvilloni ditën e shtunë. Ditën e shtunë. Ndoshta për ata që janë duke na ndjekur dhe kanë dëshirë që t'ju bashkohen në këtë aktivitet, në këtë takim të veçantë për gjatë kësaj jave. Ditën e shtunë në orën 10. Në orën 10:30 ne fillojmë aktivitetin deri në orën 1. Shkon e gjithë shërbesa te kisha ujë gjallë. Nuk e di nëse mund ta them edhe patjetër sepse mund të ketë fëmijë ose prindër që duan t'ju bashkohen fëmijët e tyre në këtë shërbesë. Lagja 8, numër 8 është përbri Sparit tek pazari, ndërtesa 2 katëshe jemi në katin e dytë ose më saktë tek mbrapa ish farmacisë numër 3 që e njohin një pjesë e madhe dhe e mirë. Kështu që fëmijët janë të mirëpritur të vinë edhe të festojnë së bashku. Edhe jo vetëm për të shtunë, por ne çdo të shtunë kemi aktivitet me fëmijët. Por mendoj që periudha të tilla janë shumë të mira, qoftë edhe për të ftuar fëmijë të rinj të cilët mund t'ju bashkohen në një shërbesë, por edhe të rritur patjetër. Dhe për ta vazhduar pak, dita e diel pastaj do të nis me si gjithmonë shërbesë, po më ndryshe pak, sepse e dim që është java e Pashkës, festojmë Pashkën, festojmë ringjalljen e Jezusit. Pa diskutim do të kemi një mikpritje të veçantë, ndërsa njerëzit do të vinë. Do të kemi mirëseardhjen, do të kemi këngë të përzgjedhura nga Taulant Liço, drejtuesi i grupit të adhurimit që kemi tek kisha jon. Ai është duke përgatitur akoma ende, duke bërë prova me këngët që do të kemi për ditën e diel, që pa diskutim kanë fokusin Pashkën, ringjalljen e Zotit, fitoren, edhe falja e mëkateve dhe jeta e re që do të kemi në Krishtin, pa diskutim është e fokusuar të gjitha këngët. Do të kemi disa momente që do të shohim disa video, sekuenca që kanë të bëjnë në lidhje me Pashkën, dhe gjithashtu do të kemi disa foto
të montuara një video me foto të ndryshme nga aktivitetet që kemi kaluar gjatë gjithë vitit, që do thotë që nga shërbesa e fëmijëve, adoleshentët, të rinjtë, grupi i vajzave dhe i grave, grupet e studimit biblik, lutja, aktivitetet, projekte sociale që kemi patur si me fëmijët me autizëm, por edhe me gjërë, siç e kam ndarë deri të tjera, ndihmojmë familjet që janë në nevojë, apo me familjet që kanë fëmijët, apo njerëz në familjen e tyre që janë me varësi nga të ndryshme. Do t'i përfshijmë të gjitha këto aktivitetet që kemi bërë si kish, edhe pikniket, edhe kudo që kemi qenë. Do t'i përcjellim në një video montazh gjatë gjithë vitit, që edhe kjo është shumë e rëndësishme për njerëzit që do të kemi, sepse besoj që do të kemi dhe njerëz të rinj. Kemi bërë shumë ftesa tek njerëz të rinj që kemi filluar që nga vetja tonë, mund të kemi një komshi, një të afërm, një mik, një shok që duam ta ftojmë, dhe unë këtë diel e kam sfiduar kishën që mund të ftoj në dikë, e kam vendosur si qëllim. Nëse secili nga ne sikur do të sillte vetëm një person të ri, do të ishte ideale. Pse? Sepse unë e them shpesh që kemi disa momente kyçe gjatë gjithë vitit që duhet të fokusohemi, dhe njerëzit e kanë, si thua, më të lehtë për të erdhur, sepse është ngjarje, është diçka e veçantë dhe njerëzit vinë më lehtë. Kështu që pse jo, të mos në thonjza, ta shfrytëzojmë këtë rast, ta përdorim atë çfarë Jezusi ka bërë në këto dy momente që së fundi është Pashka, që njerëzit të vinë dhe të dëgjojnë për Ungjillin, të dëgjojnë vërtet çfarë është Pashka dhe çfarë Jezusi ka bërë. Do të kemi një monolog që jemi në diskutim akoma se kush do i bëj, po mendojmë do ta bëj Sabina ose dikush tjetër. Po është një monolog goxha i gjatë dhe po ka shumë domethënie. Është i gjithë monologu ka tematikën e Pashkës, që pse erdhi Jezusi, pse vdiq, çfarë përfituam ne ndërsa u ringjallëm, edhe kështu me radhë. Dhe në fund do të kemi para se të vi në fund, do të kemi mesazhin. Ne kemi një mik të ftuar që do të na vinë nga Anglia. Është një çift, Robert Thursville dhe Niki, bashortja e tij, që ne kemi miq shumë të veçantë për disa vitesh. Si të thuash, për ne ai ka qenë një atë frymëror, si mund ta them, për sa i përket besimit tonë dhe ecjes tonë. Kemi qenë bashkë me të në disa trajnime që ai tani është fokusuar, në fakt është në pension, është goxha i moshuar, është në pension, por si thua ai këtë kohën e pensionit të tij, një fjalë e tij thotë, shiko, unë jam duke u larguar nga kjo jetë, edhe do të bashkohem Jezusit. Por dua që ato që kam mësuar nga leadershipi, nga udhëheqja dhe çfarë më ka mësuar Zoti, nuk dua t'i marr me vete në varr. Dua t'ia jap leadershipit, do të jap njerëzve të rinj që të mësojnë atë çfarë Zoti më ka thënë mua, më ka mësuar mua. Kështu që ai do të ndajë rreth Pashkës ditën e diel tek kisha, dhe në fund pastaj do ta mbyllim me një koktel të vogël në fund ku qëndrojmë për të kaluar një kohë miqësie, por sidomos nëse do të kemi njerëz të rinj, për të kaluar pak kohë me ta dhe për të treguar më shumë për shërbesat, edhe për të që mos jetë era e fundit që ata do të vinë në këtë takim. Më vjen mirë për gjithçka që jeni duke bërë në shërbesa të ndryshme në kishën tuaj, të cilat ti i prezanton me shumë kënaqësi për gjithë ata që kanë mundësi për të na dëgjuar. Do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur më konkretisht tek tema e Pashkës, dhe një ndërpyetje që unë do të kem pas pak me ty është se si ne mund t'i afrohemi me natyrën tonë njerëzore sigurisë, të cilën ne e gjejmë vetëm tek Krishti, dhe pse jo, mund të jetë kjo një temë e cila na bën të reflektojmë edhe më tepër në marrëdhënien tonë personale me Perëndin, jo vetëm në këtë periudhë të veçantë të Pashkës, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore. Vjen kënga më e fundit e Marcel Firajn, Jam në shtëpi me Atin, e ndjekim së bashku. Balt më gjetë Zot në vendin ku më kishte lënë kjo botë, mu afrove prap dhe më thire jeto sërish. Unë ngrita Zot, sepse mora jenë nga ty, për dore ti më more, më solle në shpi, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon. Jam në shpi me Atin, frika nga
ka ikur, jam në shtëpi me ati, në kratë ti ndjemi sigur, atje në erësi, ti erdhe mua më kërkove, me emoti më thire, me dashuri nga barta nxore, gjithë në qelë festua, se isha ju mbur por u gjeta, shpi me atin jam, një jetë të redhun kam, jam në shpi me atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me atin, dashuria ti mrethon, jam në shpi me atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me atin, në kratë ti ndjemi sigur, jam në shpi me atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me atin, dashuria ti mrethon, jam në shpi me atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me atin, në kratë ti ndjemi sigur. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me atin do jetoj për jetë. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me atin do jetoj për jetë. Jam në shpi me atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me atin, dashuria ti mrethon, jam në shpi me atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me atin, në kratë ti ndjemi sigur, jam në shpi me atin, asgjë nuk më mungon. Jam në shtëpi me atin nga Marcel Fieranjësh, kjo këngë e cila na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Renato Tarusha nga Kisha Ujë Gjallë, për të fokusuar tek siguria që ne gjejmë vetëm tek Krishti. Prandaj si mund t'i afrohemi ne në natyrën tonë njerëzore sigurisë që na jep Krishti, do thoja jo vetëm në këtë javë të veçantë të Pashkës, por gjatë gjithë vitit. Shumë vërtet Kela. Në fakt ne si njerëz shpesh jemi dhe ndihemi të pasigurt për të thënë të vërtetën në shumicën e rasteve ose ndoshta edhe në disa momente të jetës. Ndihemi të pasigurt, ndihemi të friksuar, ndihemi të lodhur, duke përballuar më shumë sfida apo probleme çdo ditë që mund të kalojmë. Po brenda nesh në fakt ka si thua, ndërsa ndodhim në këto, mund të kemi një ankth, mund të kemi një frikë, mund të kemi një boshllëk, dhe kërkimi për diçka që të na japë paqe dhe siguri na duhet, është emergjente në këto raste. Dhe kjo është natyra jonë njerëzore, për të thënë të vërtetën. Jemi të brisht, jemi të varur nga diçka më madhe se sa vetja jonë. Duhet dikush që është më i fuqishëm se sa vetja jonë. Dhe sigurinë e vërtet në fakt ne nuk e gjejmë tek pasuria, nuk e gjejmë tek fama, nuk e gjejmë tek kontrolli mbi jetën, por vetëm tek Krishti. Dhe në fakt për t'ju afruar kësaj sigurie, që është Krishti, ne nuk kemi nevojë të jemi të përsosur. Përkundrazi duhet të vijmë tek ai, sepse nuk jemi, edhe të duam të përpiqemi të jemi, nuk mund të jemi. Por ne duhet të vëmë tek ai dhe të shkojmë ashtu siç jemi, me dobësitë, me dyshimet, me emocionet, me frikat, sepse Krishti nuk na pret me një lloj gjykimi, edhe nuk është aty për të parë se sa mund
ti sa të bësh një gabim të vogël edhe ai është aty duke të ngritur dorën apo gishtin drejt teje që ti bëre diçka, jo. Por ai është aty me dashurinë dhe mëshirën. Kur njeriu në fakt hap zemrën dhe e beson Jezusit si shpëtimtar dhe si Zot, ai fillon të provojë një paqe të brendshme që bota nuk ja jep. Nuk ja Edhe jep. gjithë ato që ti përmendë më sipër. Asnjëherë. Një siguri që nuk varet nga rrethanat, por nga prania dhe prezenca e Perëndis në jetën e tij. Pra, ne afrohemi përmes besimit, ne afrohemi përmes lutjes, ne afrohemi përmes fjalës së tij dhe duke ja dorëzuar çdo ditë frikat dhe pasiguritë tona në duart e tij. Dhe kjo nuk do të thotë që sfida do të zhduken. Por që ne mund t'i përballojmë ato bashkë me Krishtin. Dhe tashmë është diku që është më i fuqishëm se sa ne, është më i aftë se sa ne që mund t'i mbaj këto. Dhe Krishti nuk është Krishti është në fakt shkëmbi ynë i sigurt. Dhe kur jeta tundet, themelet e jetës tonë tundet, ai është i cili qëndron i patundur, sepse tek ai kemi vendosur besimin dhe gjithë sigurinë tonë. Dhe në vazhdimsi të kësaj që ti sapo the, Renato, në Bibël lexojmë diçka shumë të rëndësishme ku Jezusi i tha Thomait pas ringjalljes, sepse më ke parë Thoma dhe ti ke besuar, por luma ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar. Çfarë tregon kjo për llojin e besimit që ne duhet të kemi? Ky pasazh është në fakt shumë i jashtëzakonshëm dhe i fuqishëm dhe ka një kuptim të thellë për besimin që ne duhet kemi si ndjekës të Jezus Krishtit. Thomai si shumë nga ne, sepse Thomai ishte dyshues. Dyshues, po gjithë secili nga ne mund të jetë një Thoma. Po. Dhe kërkoi prova të dukshme për të besuar. Ai donte të shikte dhe të prekte trupin e Jezusit për të besuar në ringjalljen e tij, por Jezusi i thot atij se është më i bekuar të besosh pa e parë atë. Dhe nga ky mësim tregojmë se besimi që Jezusi kërkon nga ne nuk është një besim që mbështetet në prova fizike apo përvoja të drejtë për drejta. Besimi ynë është një besim që lind nga fjalët e tij, nga shkrimi i shenjtë i tij dhe nga veprat që ai ka bërë. Dhe ne besojmë pa e parë atë. Por besimi ynë mbështetet në dëshminë dhe besnikërinë dhe në dashurinë e tij që janë të padiskutueshme dhe të pakundërshtueshme. Dhe në fakt, ky besim kërkon një besim të thellë në zemrën tonë, një besim që nuk është vetëm përmes syve tanë apo trupit, por përmes shpirtit tonë, përmes frymës tonë. Besim që ai kërkon nga ne është një besim i plot, i paepur dhe pa dyshime që nuk varet nga ajo çfarë mund të shohim, por nga ajo që dimë në zemrat tona përmes frymës së shenjtë. Dhe kjo është një ftesë për të besuar, edhe kur rrethanat nuk janë të dukshme apo duken ndryshe nga ajo çfarë ne shohim, dhe për të mbajtur besimin që do të sjellë shpëtimin dhe jetën e përjetshme. Edhe pse ne kur kemi Krishtin në jetën tonë dhe i shërbejmë atij, nuk jemi kur të humbur. Pa diskutim. Përse ndodh kjo? Në fakt kur kemi Krishtin në jetën tonë, edhe kjo është një siguri e jashtëzakonshme. Kur kemi Krishtin në jetën tonë, kemi një siguri të thellë që nuk mund të ofrojë asgjë tjetër në këtë botë. Nuk mund të ofrojë asnjë person, asnjë lloj si të thuash burimi tjetër përveç se Jezus Krishtit. Ky është një besim i thellë, një siguri e thellë ku është një besim që nuk bazohet në rrethanat, por në fjalën dhe në premtimet e Zotit. Ai na merr si të tjetë dhe na premton që nuk do të na lërë kurrë, pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tonë. Mund të kemi sfida, mund të kemi humbje, mund të kemi vuajtje, lëkundje të besimit, edhe shumë gjëra, po Krishti është me ne. Krishti është me ne dhe ai është shpresa jon e pavdekshme. Një nga mësimet e fuqishme të Biblës është se asnjë gjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis në Krishtin Jezus, ashtu siç e përshkruan Pali në Romakët 8:38-39. As vdekja, as jeta, as engjëjt, as fuqitë, as gjërat e tanishme, as ato që do të vinë më pas, as fuqitë më të larta, as ato nuk mund ta ulin, as ndonjë gjë tjetër në krijimin që nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Krishtin Jezus, Zotin ton. Pra, kjo na siguron ne që pavarësisht se çfarë ndodh, ku jemi apo çfarë kemi humbur, Krishti ka fituar dhe fitoria për ne është në kryq.
Dhe kjo na jep një siguri që ne të jemi të shpëtuar, të mbrojtur nga dora e tij. Ai është shkembi ynë i patundur dhe asnjë ngjarje apo sfidë apo rrethan nuk mund të na largojë nga dashuria dhe shpëtimi që kemi gjetur tashmë tek ai. Dhe kjo është arsyeja pse besimi në Krisht na jep paqe dhe shpresë, sepse ai është gjithmonë besnik dhe gjithmonë i pranishëm në jetën tona. Dhe kjo na bën të sigurt që kur nuk jemi të humbur, përkundrazi jemi të mbrojtur dhe të sigurt në duart e tij. Edhe fitimtar mbi të gjitha. Edhe fitimtar, pa diskutim, sepse ai fitoi. Ai fitoi edhe na i dha, si thua, ai bëri betejën e madhe, edhe fitoren pastaj ja dha secili prej nesh, secili që besojnë në veprën e tij, në atë çfarë ai bëri. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe tek diçka e fundit, por në këtë momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vjen Petrina Kalaveshi me I këndoj dashurisë tënde. Lart për mi male dhe mi det, rjet lumi yt plo dashuri, dhe zemrën time do t'i hap, të më çliroj shëruesi, për të vërtetën unë gëzoj, dhe duart unë çdo ditë ngre, se unë për herë këndoj për dashurinë që zbriti. I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Lart për mi male dhe mi det, rjet lumi yt plo dashuri, dhe zemrën time do t'i hap, të më çliroj shëruesi, për të vërtetën unë gëzoj, dhe duart unë çdo ditë ngre, se unë për herë këndoj për dashurinë që zbriti. I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Dua të hedh valle, është marrëzi e di, kur bota tritën të ketë parë, do të shkërcej me gzim, si të shkërcejmë tani. I këndoj dashurisë tënde, 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 I këndoj dashurisë tënde. Rikthehemi në studio për të vazhduar edhe pak bisedën tonë me Renato në ditën e sotme, prandaj duhet të ndalem në këto momente tek një tjetër pyetje shumë e rëndësishme. Jam e sigurt për gjithë ata që janë duke na ndjekur, se si mund të presim dhe të shpresojmë në Zotin kur bëhet fjalë për të ardhmen tonë. Lidhet pak a shumë me atë pasigurinë që kemi, dhe e di që nëse mendojmë për të ardhmen, ne jemi shumë të pasigurt në gjithçka që na pret. Po, okay, la e vërtet. Pak shpresa dhe perspektivat që kemi në Zotin për të ardhmen janë thelbësore për jetën e besimtarve. Kur flasim për të ardhmen, shpesh ne shqetësohemi, kemi dyshime, sepse nuk e dim se çfarë mund të ndodhë pas kësaj, nuk e dim çfarë do ndodhë ditën tjetër, por besimi në Zotin na jep një ndihmë të jashtëzakonshme. Sepse ne besojmë që ai ka kontroll mbi çdo gjë dhe ka një plan të përsosur për jetën e gjithë secilit që besojnë atë.
Bibla në fakt na inkurajon që të besojmë në premtimet e Perëndisë, sepse ai është besnik. Tek Jeremia 29:11 thuhet që mua më pëlqen shumë. Perëndia thotë, unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Dhe ky është një premtim i fuqishëm që na tregon se Perëndia ka një plan të mirë për jetën tonë, edhe kur nuk mund ta shohim atë plotësisht. Perspektiva jonë për të ardhmen nuk duhet të bazohet në frikën e saj që mund të ndodhë, por në besimin se Zoti do të kujdeset për ne dhe do të na drejtojë në hapa të tjera të jetës tonë. Kur besojmë në Zotin, shpresa jonë është e sigurt dhe e patundur. Nuk është një shpresë e pasigurt, por një shpresë që është e bazuar në dashurinë dhe në besnikërinë e Perëndisë. E në fund, si besimtar, ne nuk shpresojmë në një botë të përsosur këtu dhe të jemi realist, por në një të ardhme të përjetshme me Zotin. Dhe ky është qëllimi i fundit të besimit tonë. Dhe kjo shpresa e përjetshme është ajo që na fuqizon dhe na mbush me gëzim dhe me paqe për çdo ditë të jetës tonë. Edhe duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, jemi në këtë javë të veçantë të Pashkës, ku çdo ditë që kalon besoj na bën jo vetëm të reflektojmë më tepër, por të përjetojmë edhe më shumë dashurinë e Perëndisë për secilin prej nesh. Prandaj cili është urimi apo mesazhi që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur Renato? Në këtë kohë Pashke, urimi im shkon për të gjithë të krishterët është që të gjithë të përjetojmë paqen dhe gëzimin e ringjalljes të Jezusit në çdo fushë të jetës sonë. Pashka na kujton se përmes sakrificës ne kemi marrë faljen dhe jetën e përjetshme. Le të jetë kjo një periudhë ku të gjithë ju japim mundësinë për të rishikuar besimin ton, për të kërkuar më shumë nga prania e Perëndisë në jetën tonë dhe për ndihmuar të tjerët ta përjetojnë këtë shpresë të gjallë që është në Jezus Krishtin. Pra, le të na mbush kjo Pashkë me dashuri, me shpresë, me rinovim shpirtëror dhe të na ndihmojë të shohim me besim çdo hap që do të hedhim në të ardhmen. Zoti ju bekoft dhe ju dhuroft një Pashkë të gëzuar dhe të mbushur me dritën e Krishtit. Faleminderit, gëzuar Pashkën edhe ty, familjes tënde dhe shërbesave që ju do të keni në këtë javë të veçantë të Pashkës. Shumë bekime Renato dhe kënaqësi të ishim së bashku. Shumë faleminderit, kënaqësi e jashtëzakonshme edhe për mua Kela. Ne këtu mbrim në fund të bisedës sonë në studio, por programi Muzik Plus do të vazhdojë me minutazhin e tij, prandaj vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel dhe në këto momente unë ju ftoj të ndiqni një tjetër hapësirë muzikore. Vjen një këngë nga kisha ungjillore Libonik Maliq, unë hyj në vendin shumë të shenjtë. Ndjekim së bashku, rikthehemi vetëm pas pak në Muzik Plus.